Opel Zafira dhe Zafir Berisha është interesant. Po, besoj që do mënën Opel e ka marrë në emrin për meje, se unë tash 57 vjetë. Që ka po puna me policia po dënojnë, Basazov? Ja. Zguzojnë më bu? Jo që zguzojnë, aty kur bëj shkelje ose kur e lonë dhe njerë makinën keq edhe dënojnë, po shumë rrallë, sepse edhe nuk bëjnë shkelje edhe... Dënojnë për të najnë dënojnë edhe të ata, se po si dhe keq. Ja. Mund me ndodhë dhe keq kuptim, po jo i qëllimshëm. Faleminderit shumë që jeni se thash veprimtari çështjes kombëtare ndër më të hershmit ka Ona Prizrenit. Unë falenderoj shumë, po para se me kalu tek biografia jote që e ki shumë posër biografin, edhe me aktivitetet, domethënë çështjes kombëtare, edhe me aktivitetet politike, po dal pak te nisma, çka po puna burra, po bëni koalicion me këta ju. Drejtën e kallzu, ju kësi nove? Jo, unë zakonisht për që ato nuk jem politikoni mirë se foli drejt, ati. Edhe stutë është asbi Fatmirit, asbi Alpinit. Si pas këti mentaliteti që është kriju në Kosovë, në fakt nisma ka qëndrimin publik, të mënonën edhe tash kanë metë edhe disa ditë dhe në seancën e parë konstituive, dhe po shpresoj se para seancës partitë opozitare do ta kenë një mirë kuptim mes veti, që para se me shku në seancë, me pas qartë se pas dështimit duhet me pas Albini, çka do të bëjnë këto. Për ndryshe nuk është mirë me shku deri në seancë, pa u marrë vesh partitë opozitare, edhe pse peshohen në bazë deklarimeve, qëndrimeve, kërkesave, do t'jetë pak vështirë, po si do që t'jetë politika është kompromis. Allah ka zëmë drejta ke full me Fatminin këtë ditë. Po jo ka... Po thujnë që ja keni lypë 4 ministrije dhe kre parlamentarë. Ja, këta janë ma bete, mualife që është në Gjakovatë. E qaja që dojnë për Berat Buzhalit që tha dhe më thonë nuk e qojnë avenin zhjede? Këtu është një problem tjetër. Këtu du të me menu këtë partitë opozitare, a dojnë me shku në zhjede a jo. Nërse dojnë me shku në zhjede... Në sionism. Po shqo, unë po menoj se ne do të qëndrojmë besnik ati qëndrimi që kemi pas edhe në fushat edhe para fushatës, se jemi të interesu që me nalën këtë qeverisje në vend, po këti qëndrimi du të mi kontribue edhe 3 subjekte tjera, përveç deklaratave që i kanë du të edhe në tavolin me kontribue që faktikisht mja shkurtu qeverisje në keqe Albini në Kosovë. Nëse hen, Basazov, qka nëse hen Fatmi Limaj, hipotetikisht, që pe monë më shambull që hen burë, qka bënd te? Po unë njerë nuk besoj se hinë. Po qka nëse? Pa tash hipotetikisht ose më përgjigjen, po... Pa, a do t'jesh pjesë e nismës nëse hen ajo? Shqo, unë në fakt, do mënë kom qëndrimin shumë të qartë, si Zafir, gjithsesi, deri tash e kom bartë edhe në opinion edhe qëndrimin e nismës. Po vishti del kundra pura shqyqare, kështu haptas. Tjetër unë ka pak. Jo, unë jem kundër qeverisjes me Albinin, po një gjonë ta kuptojmë, jem edhe kundër shkurjes në zxedje në këto rrethona që është Kosova. E kellon pak si qile dhe t'i dire. Po tash... Edhe Albini zajt e zemë alloj. Qëshdo që të kuptohet, po nuk është mirë me shku në zxedje. E mirë, Basazov, se du mund gusë. Ti një ku i ke thonë Albin Kurtit analfabet. I ke thonë mja dhonë një kalashit duket si aeroplan. I ke thonë Albin Kurti është e keqja e zeza e Kosovës. Me që t'njeri me një koaliciona? Jo, po, unë qka fola dhe tash. Po ti thonë me së me që venin zhjede. A ma mirë me që venin zhjede, a me një koalicion me analfabet. Mu dakordue, do më partit opozitare. Milon ndërskomcat, se thash politika me gjitha ta është kompromis, dhe partit opozitare me theks veçon, nuk onë që nuk kanë provoj nga kalumja, sepse tashmo gjitha subjeket duke përfshije edhe këto që është në ikje nga qeveria, do më kanë bo koalicione në mezveti, pra nuk onë që po ndodhë era parë. Natyrisht për me arritën një marveshje, shdo njëni dut nga vetë vetja ka po me lëshu pea. Kjo është sikur ajo qështja e pleshnitarve, kur e pleshnojnë një problem, një mos marveshje me dy palve, dhe për mu dakordue, pe marrë këto më si je marrë ka pak me pleshnim të problemeve të lasheve, du të dy palet me lëshu pea. Unë thash, përveç deklaratave gjithë subjekteve që janë dëmonë për një koalicion të opozitës, dëmonë ka pa kërkesa, ma të i përse që duhet me i pas. E cila do t'ishte zgjidhja ma e mirë, Basazov, si mas të e? Zgjidhja ime, ajo që këmë thonë vazhdimisht, dëmonë në një koalicion i opozitës. E kryeministër kush?
Tash varsisht që është dakordohen. E krye parlamentar Limaj Selqena. Jo. Unë nuk menoj që në këtë moment, domethënë ka dikush ambicje, domethënë për ndonjë pozicion sa shumë e rëndësishme është për një edhe për vendin që mos shkojë rënd por zgjedhje dhe ti jepet një qeveri e cila ndoshta nuk mund të jetë shumë jetë gjatë, po që mundet me bon kthesa të mëdha në këto rrethona gjeopolitike që po kalon Kosova, rajoni e Mëxher. Do deklaratat që i dha Fatmi Limaj që i ka thonë, që ja kanë keqkuptuar, në fakt, se ka thonë edhe vetë, Bek Berisha tani ka dalë ju ka shoku gjë shumë. Ju ka ofenduar. Po nuk mirë unë me deklarata emocionale, ata ka thonë zuzore, ka thonë, çka më thon? Nuk janë as politike. Ai Ramushi ajo ju. Jo, unë nuk menoj, sepse ne thash pas zgjedhjeve kemi një qëndrim publik, cilin me gjos, nëse s'ka boj unë, e kum boj pari, pastaj edhe të tjerët, që nisma është e përsaktuar deri në këto momente kur po flasim, domethënë që të ketë qeveri të partive opozitare dhe natyrisht do të funksionojmë si një grup parlamentar bashkë me aleancët. Po që dallimet midis dy partive ekzistojnë, ajo është ditë për fillimin, sepse ne jemi dy subjekte dhe dy subjekte kemi marrë pjesë në zgjedhje. Nuk është që ne kur kemi bërë koalicion jemi shkrim në një subjekt. Për çdo deklarata çka mendon Bazazov? O ka një keq interpretim, domethënë i fjalorit të Fatmiri që zakonisht është ma tolerant se shumë politikon të tjerë dhe ma eloquent kështu në deklarata, për ndryshe ato që e ka thonë atë natë, domethënë e ka thonë edhe një vjetë edhe 2 vjetë ma herët. Domethënë kur është pyetje interesi nacional i Kosovës, duhet me lënë anash dallimet. A ka pas një takim ndërmjet Limajt edhe? Me vetëvendosi nuk ka pas takim. Nuk ka pas, sigur. Ja, 100% aty. E s'na kallëzove çka bën ti nëse hin ata në koalicion. Unë metëm Zafiri që i kam qenë gjithmonë aty. Po do nisëm si e mo. Jo, unë s'po them që s'jem nisëm, sepse në fakt unë në nisëm jam për 2016-ës, edhe pse nisma është themelu më herët, unë deri në 2016-ën kam qenë koalicion me nisëm si Bashkim Demokratik, subjekt lokal në Prizren që ku ma udhëheq për 6 vjetë. Për ndryshe, unë po menoj se nisma i ka, me gjitha ta një kryesi, i ka organet e veta dhe në bazë të qëndrimeve që i kemi pas në takimin e fundit, domethënë unë qëndroj në ato qëndrime cilët tashmë janë publike. Deri tash nuk kemi pas ndonjë ndryshim që unë me pas edhe ndonjë mendim tjetër. Bazazov, ju keni qenë, thashë edhe në prezentim, ushtore e ushtrisë ligjore të Kosovës, komandant nga una e vrinit tani nga